Fifi në duet me Lumi B. Po, e vërtet. Nuk ka shumë kohë që Fifi ka publikuar projektin më të ri në bashkëpunim me Luiz Eilin. Kënga, siç edhe pritej, ka marrë një feedback shumë pozitiv nga ndjekësit në rrjetet sociale, të cilët e kanë shndërruar menjëherë në hit. E në studion e SBS Entertainment po punohet për të tjera hite. Prive Baliberta Spahiu mëson se këngëtarja do t'i bashkojë forcat me një tjetër artist shumë të suksesshëm. Fjala është për Lumi B, me të cilin Fifi do sjell një këngë përpara sezonit të nxehtë. Puna vetë se ka nisur dhe do të finalizohet në javët në vazhdim. Zbulon 3 banor të tjerë të Ferma VIP. E vërtet, pak orë ka mbetur deri në nisjen e sezonit të dytë të Ferma VIP, që këtë herë vjen në moderimin e Luana Vjollcës. Prej disa javësh qarkullojnë emra të ndryshëm që do të bëhen pjesë e formatit, me Olsi Bylykun, Ravena Dilion, Frederik Ndocin e Big Bastën si ndër më të njohurit. Prive Baliberta Spahiu raportoi pak ditë më parë përmes portalit privebruto.com se nga Kosova do jenë influencerët Nur Al-Khazal dhe Ylli Dreshaj. E pak para nisjes i zbulojmë edhe 3 emra të tjerë. Ish Misi, Silvana Bushati i ka thënë po ftesës për këtë format, së bashku me këngëtarin e njohur Mateus Froku. Një po ftesës mësohet si ka thënë edhe Ndrit Kuqi, tiktokeri që prej vitesh komenton në rrjetet sociale formatet reality në Kosovë dhe Shqipëri. Produksioni ka përgatitur edhe hyrje të reja të tjera të forta pas disa javësh për dinamikë të lojës, të cilat kur t'i konfirmojmë pa diskutim që do i themi të parët. Ndahen Mario dhe Krizalipi. Po, e vërtet. Grimeri i njohur Mario Dedivanovic dhe balerini Krizalipi kohë më parë shijonin një romancë me njëri tjetrin për te oqanit. Prive, 2 vite më parë pati raportuar për këtë lidhje përmes rubrikës E vërtet e pa vërtet. Ata shfaqeshin edhe të pandar në rrjetet sociale, sidomos në TikTok. Megjithatë, muajt e ëmbël të raportit të tyre janë idhtësuar në tërësi. Kjo pasi, burimet e Prive Baliberta Spahiu konfirmojnë që ata i kanë dhënë fund raportit të tyre. Mario dhe Krisi nuk kanë asnjë kontakt me njëri tjetrin, duke bërë që të harrojnë gjithçka që kanë kaluar bashk, e sot të jenë si dy të huaj. Ka që pati gjithçka mes djelmoshave. Zhbulohet vajza Pink e postimeve të Atilës. Po, e vërtet. Këtë vit me të madh është komentuar mbi raportet e Atila Kardesh. Pas ndarjes nga partneri u përfol një romancë e mundshme me Rovena Stefan, informat të cilin e demantoi për herë të parë në një intervistë për Prive Baliberta Spahiu. Megjithatë, ka disa ditë që ai po ngacmon kurreshtin e ndjekësve, duke shfaqur pa i zbuluar fytyrën një femër me të cilën po shoqërohet. Arsyeja pse nuk po e nxjerr me portret mund të jetë e kuptueshme, pasi që ajo që ka këngëtare famshme me siguri e mban në mend Eva Ndojen me projektet e suksesshme të saj dikur. Burimet e sigurta të Prive Baliberta Spahiu kanë bërë të ditur se ajo po qëndron në Kosovë dhe është vajza që Atila nxirrte në story, siç konfirmojnë këto shkrepje me të njëjtën bluzë. Dëshmitar okular kanë rrëfyer për Prive Baliberta Spahiu se ata shihen shpesh krah njëri tjetrit të afërt në kafeteritë e kryeqytetit. Nuk dihet nëse po i lidh një punë, diçka më shumë, apo të dyja bashk, por sigurisht që nevës na shpëton asgjë, por shira s'ka zhvillim. Për më të rejat, do jemi këtu, patjetër.